Edhe pse segmenti I ri rrugor që lidh autostradën e Fierit me zonën turistike të Bregdetit të Darzezës shfrytzohej pa inauguruar si një mundësi e mirë për të krijuar lehtësi komunikimi për drejtuesit e automjeteve, banorë dhe vizitorë të zonës turistike të Darzezës, ai është bllokuar për shkak të fillimit të punimeve të ndërtimit të urës së re të Povelçës, pa informim të mjaftueshëm për qytetarët dhe vizitorët nëpërmjet vendosjes së sinjalistikës së qartë dhe të dukshme në daljen e autostradës, gjë e cila ka bërë që për shkak të kësaj situate, dhjetra vizitorë vendas dhe të huaj të detyrohen çdo ditë të kthehen pas ose të ndjekin devijime të gjata dhe të ndërlikuara përmes rrethrotulimit të autostradës Levan-Vlorë dhe bypassit të Fierit për të rikthyer më pas në rrugën e vjetër që çon drejt zonës bregdetare. Ky devijim rritndjeshëm koston e udhëtimit, konsumon kohë, krijon stres për drejtuesit e automjeteve dhe cënon sigurinë rrugore. Është një rrugë e re që lidh bypassin me Darzezën dhe kjo rrugë është më shpejt me kanon për 15 minuta je në Darzezë. Edhe në Noxhar për 10 minuta në Noxhar. Ky aks rrugor me rëndësi strategjike për zhvillimin e turizmit lokal aktualisht është funksionalisht I bllokuar pa sinjalistikë orientuese dhe pa alternativa të lehtësuara qarkullimi. Vizitorët që vinë për të shijuar Bregdetin e Adriatikut, ajrin e pastër të pishave dhe shërbime turistike të zonës, përballen me pengesa që dëmtojnë imazhin e turizmit dhe ekonominë lokale. U kërkohet institucioneve përgjegjëse që të marrin masa për të vendosur sinjalistikë të qartë që fillim të gjatësisë së këtij segmenti, që drejtuesit e automjeteve të mos futen në këtë rrugë, si dhe të përshpejtojnë ritmet e punimeve në mënyrë që kjo situatë të mos vijojë të penalizojë qytetarët, bizneset dhe vizitorët e zonës.